Fenomeni Shkodran Luiz Eli dhe bashkëshortja e tij Kiara Tito e kanë nisur ditën duke uruar festën e Fitër Bajramit. Ata kanë reaguar pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit duke prekur me fjalët e tyre për besimtarët musliman, të cilët me siguri e kanë vlerësuar pafund dhe janë emocionuar shumë pasi e kanë parë urimin e tyre. Si Luizi edhe Kiara kanë pushtuar rrjetin me urimin e tyre të adhurueshëm për besimtarët musliman. Ja se cili është urimi i Kiarës, gëzuar Fitër Bajramit. Uroj që sakrifica dhe devotshmëria juaj të shpërblehet me paqe dhe lumturi. Ndërsa urimi i fenomenit Shkodran ka qenë edhe më i bukur pasi ai ka publikuar një video ku shfaqet në makinën e tij dhe ku shprehet se, si fillim me rastin e përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, uroj të gjithë besimtarëve musliman kudo që janë gëzuar Fitër Bajramin. Qoftë ky vit, viti i ndryshimit për mirë për secilin prej jush. Zoti ua pranoft sakrificat tuaja. Dhe pas përfundimit të këtij muaji të shenjtë me devotshmëri dhe me sukses, ku ka më mirë se sa të jemi të gjithë bashkë dhe të festojmë këtë festë të mrekullueshme që është festë për të gjithë shqiptarët kudo ku janë. Të mblidhemi të kërcejmë, të këndojmë deri në orët e para të mëngjesit. Më pas ai ka njoftuar se sonte do të jetë në Golem të Durrësit me disa artistë të tjerë duke festuar festën e Bajramit. Si Kiara dhe Luizi gjithmonë kanë treguar se janë pranë kujdo që festojnë festat e ndryshme fetare. Gjatë festave të tjera tradicionale, ata kanë ndarë mesazhe të ngjashme, duke përcjellë gjithmonë emocione të shumta. Fitër Bajrami është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, pasi shënon përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Me urimin e tyre, Luiz Eli dhe Kiara Tito edhe një herë kanë treguar se janë afër publikut të tyre dhe se vlerësojnë të gjitha festat dhe traditat që bashkojnë shqiptarët, pavarësisht besimit të tyre. Me siguri të gjithë e kanë marrë dozën e emocionit nga këto urime që çifti më i dashur në Shqipëri ka bërë ditën e sotme.